Marku. Doktor Berisha, gjithë populli e di mirë se ti ke një çelës për të larguar Edi Ramën nga pushteti kriminal që ka pushtuar. A do ta hapësh këtë muaj që në verë të vim me të çmallemi në vendin ton? Nxirr atë çelës, të lutem. Zemrimi qytetar, revolta qytetare është çelësi vetëm për të larguar Edi Ramën dhe bandën e tij. Dhe ne do bëjmë gjithçka që kjo të ndodhë sa më shpejt. Delvi Sinan Iliaj. Zoti Berisha, mediat në Meksik kanë shkruar për mafjen shqiptare, ku i përmendin si të lidhura me kartelet meksikane dhe të përfshira në trafik droge. Ndërkohë, një prej personazheve që sipas këtyre mediave pastron paratë e karteleve meksikane është pritur nga Edi Rama në zyrë, konkretisht Luftar Hysa. Sa e minon integrimin e BE kjo politike e Edi Ramës për t'u lidhur me kartelet e drogës dhe sa e dëmton raportin me aleatin ton strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës? Mendoj se, siç e dini, Shqipëria është shteti i parë dhe narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë. Lidhjet e Edi Ramës me Sinaloan janë një problem madhor sigurie për Shqipërinë, Europën dhe botën. Janë një rrezik shumë serioz. Por këto janë vetëm një aspekt, sepse lidhjet e Edi Ramës me kartelet janë polivalente. Janë një numër tjetër i madh kartelesh me të cilët Edi Rama mban lidhje direkte dhe kërcënon me të sigurinë e rajonit dhe më gjerë. E vërteta është se këto klane, këto kartele janë armikët e egra të shqiptarëve, të Shqipërisë dhe po e shkatrojnë atë. Këto ditë, nëse keni ndjekur, Edi Rama flet për ndërtimin dhe përpiqet të ndërsejë ndërtuesit kundër opozitës, pse opozita denoncon kullat, grataçelet e drogës dhe si monumente droge dhe korrupsioni. Unë do t'u them shqiptarëve me këtë rast, se ne nuk jemi kundër ndërtimit, absolutisht jo kur, por jemi kundër makinerisë gjigande të larjes së parave të drogës në ndërtim dhe ndërtimit të karteleve të drogës. Sepse ky ndërtim është ndëshkim i madh për shqiptarët, por shkatron ekonominë. E Shqipërisë. Është e vërtetë që disa mina, dhjetra mina punësohen, por është e vërtetë nga ana tjetër se qindra mina tjerë falimentojnë për shkak të parave të drogës, që si ndërtojnë me para drogë, po e ndërtojnë me djerë zballi. Është e vërtetë se këto ndërtimet e klaneve të drogës kanë rritur në stratosferë çmimet e banesave dhe kanë bërë mollë të ndaluar për qytetarët e Tiranës dhe shqiptarët detyrohen të largohen. Është e vërtetë se paratë e drogës që ndërtojnë kullat e drogës kanë rëzuar për dhe euron dhe dollarin. Kanë shkatruar me dhjetra mijëra ndërmarrje eksporti dhe kanë zënë nga Shqipëria qindra mijëra shqiptar për shkak të humbjes vendeve të punës. Pra, ndërtimi me pare droge është ndëshkim për qytetarët shqiptarë. Qeveria e Partisë Demokratike është zotuar se do të normal ndërtime vetëm për të shkatruar ndikimin e tmerrshëm të karteleve të drogës mbi ndërtimin në Shqipëri. Se ato do shiten me çmimet levërdishme, në mënyrë që të rinjtë shqiptarë të mund strehohen dhe u jipen kredi. Pra,
këto kulla droge kanë bërë emergjente një politikë sociale strehimi dhe ne qëndrojmë plotësisht pas saj. Maksi Boni, doktore, e çuditshme se si nuk pas ka komente negative sot. Me sa duket administrata aktivisti ka marrë pushim. Me që është dhe pashk. Tani, them një gjë që ata hajdutët s'kan as pashk, as bajram. Po janë duke tret vjedhjet e tyre. Se Zoti nuk i pranon ata që vjedhin të varfrit për të krijuar pasurinë e tyre. Në vazhdim e asaj që po thonit, Çajub Shehaj, Zoti Berisha, Edi Rama, njeriu që ka orkestruar pastrimin e parave në ndërtim nga Durrësi, u shpreh se do të bëj politikë për strehimin social. Me pak fjalë paralajmëroi se strehimi social do të jetë karta elektorale e tij në 2027-ën. Po a mundet të bëj propagandë për strehim social një njeri që bashkëpunoi me kartelet për pastrimin e parave në ndërtim dhe sa është rreziku që me paratë e taksave të shqiptarëve të subvencionoj blerje apartamentesh tek sipërmarrës të lidhur me krimin e organizuar. Papagalli ka përsërit premtimin tonë, por të garantoj që nuk do i përmbahet, sepse aja është udhëhequr vetëm nga ati diktojnë çdo gjë kartelet e drogës. Dhe rishfeti katet që merr ai në kulla dhe pallate. Kështu që ajo e ndërtimi social është thjesht një pjesë e programit e deklaruar nga unë dhe Partia Demokratike në një sëri rastesh, por ai nuk ka ndërmend, sepse nuk jam ndjen ati. Pyet e pak, pyet qytetarët e Durrësit që u përmbytën në mënyrë të dhimbshme, e them këtu, kam ndjer shumë dhimbje ato ditë kur i shija me qindra mira banesat përmbytura. Cili prej tyre ka përfituar qoftë dhe një qindar dëm shpërblim? Nga ajo përmbytje që në fakt ishte e kombinuar, ishte sigurisht shirat, por absolutisht ishte zënje me dorë, e krijuar me zënja kanaleve dhe vjedhja e pompave të hidrovorit në Hamallë dhe tjetra spostimi i hidroforit tjetër në një nivel që lejon nuk kapte ujra. Pra, ishte e bërë me dorë ajo përmbytje, po thuaj jam tonë. Çfarë dha ai qytetarëve të Durrësit? Asgjë. Po qytetarët e Durrësit do ta kapin ata, unë tani më kanë thënë mos thuj me domate se shtrejtua domatja. Po ta gjujnë me vezë dhe me diçka tjetër. Të gjejnë gjë që ta gjujnë, domethënë. Tani nëse më shkruante një bashkëbisedues, një antar i Partisë Demokratike, doktor mos thuj më për domate se arrit çmimi i domates dhe nuk na del hesapi.